Një nga zonat më të rëndësishme dhe më të frekuentuara të qytetit të Vlorës, plazhi i vjetër, duket se po përballet me një sfidë në lidhje me zhvillimin infrastrukturor. Projekti i parashikuar për lidhjen e kësaj zone me lungomaren, një ndër zonat kryesore bregdetare dhe turistike të qytetit, duket se po ecën me ritme të ngadalta, duke lënë pas vetes një kantier që aktualisht nuk shfaq aktivitet të qartë ndërtimi. Ndodhemi në zonën e plazhit të vjetër, aty ku mbrapa meje mund të shikoni një kantier ndërtimi. Projekti i supozuar si lidhja e një rruge që do bashkoj plazhin e vjetër me zonën e lungomares duket se ka qëndruar stanjant. Siç mund ta shikoni, mbrapa meje keni një kantier pasiv, pa punime të qarta, të cilat nuk dihet se kur do të përfundojnë, ndërkohë që zoni turistik po afron. Në teren, kantieri është pasiv. Nuk ka lëvizje të mjeteve apo punëtorëve dhe nuk ka asnjë tregues se kur mund të përfundojnë punimet. Për më tepër, mungon krejtësisht sinjalistika informative. Nuk gjendet asnjë tabel që të tregojë se për çfarë projekti bëhet fjalë, cili institucion është përgjegjës apo afatet e parashikuara të përfundimit të projektit. Kjo situatë krijon paqartësi për qytetarët dhe vizitorët, sidomos kur sezoni turistik është duke u afruar dhe plazhi i vjetër mbetet një nga destinacionet më të frekuentuara të qytetit. Ky projekt, i cili synon të lehtësoj qarkullimin dhe të përmirësoj infrastrukturën urbane dhe turistike, mbetet një nga ndërhyrjet kryesore për zhvillimin e zonës bregdetare. Megjithatë, deri më tani, ritmet e ngadalta të punimeve, mungesa e informacionit zyrtar dhe frika se afatet nuk do të respektohen, lënë qytetarët dhe vizitorët në pasiguri. Ndërkohë që sezoni turistik po afron, mbetet e paqartë nëse kantieri do të përshpejtojë punimet dhe nëse zona do të jetë funksionale dhe sigurt për pushuesit. Institucionet përgjegjëse duhet të ofrojnë shpjegime dhe të rrisin transparencën për qytetarët, në mënyrë që një nga zonat më të rëndësishme të Vlorës të mos mbetet një kantier i zgjatur pa afate të qarta.